qartë, mirë, zoti doktor, ndërkaq do të jetë ndarjesha edhe tek protesta, pra që po zhvillohet tashmë në vendin tonë, dhe nga ana tjetër i pyetur në konferencën ndërqeveritare për projektin e Zvërnecit dhe debatet që kanë ngjallur në Parlamentin Evropian, kryeministri shqiptar Edi Rama ka thënë se Komisioni Evropian është në dieni të çdo zhvillimi tashmë dhe gjithashtu siguroi se projekti do të kryhet sipas standardeve më të larta dhe do të jetë krenari për vendin dhe Europën sipas kryeministrit. Pyetja ime është nëse qeveria thot zoti Dauti se projekti i plotëson të gjitha standardet europiane, pse një pjesë e qytetarëve ende nuk e besojnë këtë dhe ku është problemi pra te komunikimi apo tek mungesa e besimit tashmë? Po nuk i besojnë për shkak se kryeministri i Shqipërisë është një mashtrues patologjik, çdo fjalë që e thotë e ka rënë. Dhe ai kur thot mbas gjithë standardeve më të mira do të ndërtohet aty nuk ka nevojë që të ndërtohet për shkak se është bukuria e Zotit që i ka krijuar aty dhe prandaj edhe është zonë e mbrojtur me qëllim që mos të ndërtohet dhe të gjithë shqiptarët mund ta shfrytëzojnë atë pjesë të bukur të Shqipërisë. Nëse ndërtohet aty nga oligarkët e amerikan apo terroristëve sirian, atëherë kuptohet që ne nuk do të mund të arrijmë shumica e popullit shqiptar as të shkel aty, as të vizitoj ato pjesë dhe nuk do të ishte më pjesë e Shqipërisë, për shkak se kur bëjnë ato investime kapitale shumë të mëdha, në kontratat e tyre ata kërkojnë një lloj autonomie që shtetit të mos mund që të interferoj në punët e tyre, apo që edhe taksat mos u paguajnë shtetit shqiptar. Dhe kuptohet që edhe pse thot kryeministri që do të jetë në interes të përgjithshëm, ne nuk duhet i besojmë aty. Mirë po ne po ashtu duhet të kuptojmë që Komisioni Evropian, i Unionit Evropian, është pjesë e agjendës që e glabërisin Shqipërinë dhe nuk mund të presim shumë prej tyre. Ne jemi dëshmitar që disa eurodeputet kanë erdhur në protestë dhe mbështesin protestën, po besoj unë që edhe ardhja e tyre është që të kahja e protestës të drejtohet për drejt Unionit Evropian, se ja kemi edhe mbështetës në Bashkimin Evropian. Mirë po ata protestues që dalin aty, duhet ta kuptojnë që e keqja e tyre vin pikërisht nga Bashkimi Evropian dhe nga SBA-ja. Pra dëgjojmë që disa protestues dalin dhe thuajnë që na përkrah ambasadori i Gjermanisë. Unë desha vetëm të them atyre që kryeministri i Gjermanisë Friedrich Merz, para se të bëhet kryeministër, ishte drejtor i kompanisë çifute BlackRock, e cila është kompania më e fuqishme në botë në kuptimin e buxhetit që e kanë si kompani dhe është qesharake që të presisht që ata të përkrahin këtë protestë dhe qëllimi të cilës është që sovraniteti shqiptarëve të kthehet përsëri te shqiptarët. Qëllimi i kompanive internacionale është që të glabërisin Shqipërinë, si glabërisin edhe shtetet tjera. Prandaj nuk pres ndonjë shpresë nga Bashkimi Evropian dhe kuptohet që kemi shembuj të ndryshëm në Evropë. Ndoshta u kam treguar disa herë që un jam master për studime evropiane në Universitetin e Vienës dhe kuptohet që këta tema i njoh shumë mirë si funksionon Bashkimi Evropian. Kam qenë edhe në Bruksel në Parlamentin Evropian në gjykatën evropiane në Luksemburg dhe i kam gjek edhe punimet e tyre dhe gjithçka shkon nëpërmjet lobimit. Pra nuk është sikur apo mund të marrim si shembull Kongresin Amerikan dhe në Parlamentin Evropian lobe interesit të ndryshme hyn aty dhe paguajnë dhe agjendat e tyre i zhvillojnë, sidomos kompanitë e mëdha të marrin si Google, Facebook, YouTube, të gjithë ata nëpërmjet financimit, ata e mbajnë gjallë Komisionin Evropian dhe kuptohet pastaj realizojnë qëllimet e tyre. Ne kemi rastin e Bullgarisë dhe Rumanisë, të cilët kanë hyrë në Bashkimin Evropian në vitin 2007, pra gati janë bë 2 dekada dhe kuptohet që rezultatet janë shumë negative, sidomos në aspektin e shprehjes së fjalës së lirë. Ne e dim që presidenti që donte të kandidoj në Rumani ju more drejta e kandidimit dhe që ishte potencial për të fituar zgjedhjet. Ne e dim që në Bullgari për 4 vite nuk mund të formohej qeveria për shkak se çdo 6 muaj
formohej qeveri e re, me qëllim që Bullgaria të vazhdon të përkrah luftën në Ukrainë kundër Rusisë. Mirë po së fundi u formua një qeveri dhe të cilët e tërhoqën përkrahjen e Ukrainës nga qeveria e Bullgarisë. Pra gjitha iluzion dhe kryeministri Edi Rama që i mashtron shqiptarët që Shqipëria do të integrohet në Bashkimin Evropian dhe do të zgjidhen hallet tona, është një mashtrim dhe njerëzit duhet ta refuzojnë. Se edhe nëse vin çështja që të antarësohet Shqipëria, e gjithë sovraniteti i shqiptarëve do të jetë në Bruksel, dhe prej Brukseli ne populli shqiptar nuk do të ketë asnjë mundësi lobimi në Parlamentin Evropian, në Komisionin e Unionit Evropian, dhe ende më shumë turistnia do të shtohet dhe kapitali huaj do ta blejë gjithë Shqipërinë, ashtu siç e kanë plan. Dhe po ashtu duhet në aspektin e sigurisë dua disa fjalë që t'i them që pasi të përfundoj lufta me Iranin apo të bëjnë një marrëveshje, plani i Izraelit është që ta sulmojë edhe Turqinë për shkak se e shiqon si konkurrencë. Në rast se sulmohet Turqia, Izraeli është duke punuar thellë që të bëjnë një bashkëpunim me shtetet e Ballkanit, sidomos me Greqinë, me Kipron, dhe tani e ka futur edhe Shqipërinë në radar të tyre, Serbinë dhe Republika Srpska të Bosnjë dhe Hercegovinës. Dhe pse është Serbia në atë aleancë? Për shkak se sponsorizues kryesor i armatimit pas Amerikës, Gjermanisë, është Serbia, të cilët dërgojnë armatim kundër gjenocidit në Gaza apo tani kundër Libanit. Dhe qëllimi i Serbisë kuptohet që do të ishte që ta sulmoj Kosovën, përderisa qëllimi i Republikës Srpska do të ishte që ta sulmoj Bosnjë. Dhe këtu ndeshen edhe interesat e tyre së bashku me Izraelin, për shkak se Turqia është shtet i cili sadopak garanton ekzistencën e Turqisë dhe ekzistencën e Bosnjës. Dhe si duket kryeministri Edi Rama ka vendosur që të hyjë në këtë koalicion, ta shndëroj Shqipërinë në një bazë ushtarake, sidomos për aeroplanët e Izraelit, dhe kuptohet që pastaj nëpërmjet kolonëve çifut që ta okupoj Shqipërinë. Dhe kuptohet që protestuesit për këtë duhet të protestojnë. Të gjithë ata çka e shiqova dhe pas në fotografinë e juaj, çka dalin aty fjala me plisa në kokë, ata janë të kapur nga pushteti. Qëllimi i tyre është të lodhin protestuesit. Unë kur shiqej protestën mund ta përkrahi vetëm marshin që bëhet, për shkak se gjatë marshit nuk kemi flamur amerikan, nuk kemi flamur të shteteve të huaja. Mirë po kur fillon marshi me flamurin amerikan në xhep, përpiqen që t'i eliminojnë protestet apo projektet amerikane në Shqipëri dhe ndikimin amerikan në Shqipëri. Pra janë qesharak ata çka e kanë kapur mikrofonin dhe kuptohet që do të konsiderohen si tradhtarët më të mëdhej të kësaj proteste, për shkak se qëllimi i tyre është që t'i lodhin protestuesit dhe që ta kahjen e protestës ta drejtojnë për drejt Bashkimit Evropian dhe Amerikës. Dhe përderisa ne 35 viti jemi në këtë drejtim dhe si rezultat rrezikohet ekzistenca e Shqipërisë nga okupimi i Izraelit. E qartë, do t'i nga ana tjetër, mendoni se nëse Komisioni Evropian pra po kërkon standarde të larta sa i përket këtyre projekteve, a duhet qeveria të rishikojë të gjithë mënyrën se si miratohen këto investime strategjike dhe nga ana tjetër në këtë situatë tashmë që jemi, apo rrezikon kryeministri shqiptar të gjithë imazhin e Shqipërisë europiane me debatet rreth këtyre investitorëve strategjik? Po nuk është se Shqipëria ka ndonjë imazh shumë të mirë.